To do të tregojnë lojë. Edhe një detaj të vogël. Letra, dhe që kanë folë. Edhe këta kanë folë. Letra. Ka një projekt ide i cili është në përpunim. Ka një projekt ide. Është fut në rendin e ditës në Këshill Kombëtar Territorit. Është fut. Që se është futur e në ditës, dhe më që ka za letra, se në renditës nuk futur pa letër. është bo një dosje, dhe dosja është përcjell, dhe dosja është futur në renditet. Do më thënë, ka një dosje. Kryeministri nxjerri dosjen, se bëhet me marrëveshje kjo. Kryeministri nxjerr dosjen e Zvërnecit, qa letra që i kanë qunë Këshilli Kombëtar Territorit, dhe protestuesin nxjerrin organizuesit. Me që është kjo, po ta nxjerrin kryeministri, se ka për detyrë funksionale kryeministri. Këta dhe mos ta bëjnë mo. Po zotrin që e keni zgjedhur kryeministër, e ka për detyrë ligjore që dalë dhe thotë që dosja që ka ardhur në Këshill Kombëtar. Ne po analizojmë një lëvizje e cila pretendon që të marrë ta bëj një pyetje kështu si çfarë interesi ka Irani që të rrëzojë Edi Ramën? Ka që rëndësishëm është ky Edi Rama? Çfarë bën ky Edi Rama? Gjithë to faktorët ndërkombëtar që janë turp të Ramës. E di çfarë ndodh? Lufta hibride ka një element shumë të rëndësishëm. Kur krijon destabilitet dhe mbajtja sa më gjatë e destabilitetit në një vend, spini me teknikalitet. Po jashtë një informacion që nuk ekziston, po jo dizinformon. Po ja vetëm ta dëgjojmë se unë kuptoj asgjë. Unë po them çfarë është lufta hibride dhe ku është destabiliteti. Ti thua zoti Basha për ta kuptuar dhe për ata që po na di që ekziston një luftë hibride? Lufta hibride është lufta më e zhvilluar sot për sot. Po flasim në këtë protestë. Lufta hibride është, flasim për protestën. Po për protestën, pastaj se sa është avancuar. Tani nuk ka nevojë më për luftë hibride, se lufta hibride është si Ortegu. Vetëm është shkëndija e parë, është zhurma e parë që ngren. Paska brum për të ngritur. Po patjetër, po tu mbaron historia. Momentin që ka brum për të ngritur, pastaj kush e paska brum të bunkut hajde diskutojmë. I kanë shqitarë në shesh. Tani ndel mu pyetja mu, kush është lozha këtu, sepse po nëse këto njerëz të cilët qëndrojnë në lozhë kanë përfaqëson interesat e vendeve jo mike, përfaqëson interesa që nuk lidhen me interesat e qytetarëve, sepse këto njerëz do dalin të marrin do udhëheqin protestën. A ke të dhëna zoti Basha për këtë që po thua? Apo pyet, se ti je ekspert i sigurisë, ti ke një avokat edhe një profesor. Dakor. Më jo mik me shqiptarë se ky që është kryeministër nuk mund të vi. Po pse thua ti, po unë mendoj kështu? Po unë mendoj kështu, unë mendimin tim po them. Se faktet Arrogancë pa parë. Këto mendojnë, po ndaj me pra. Po këto mendojnë që me që këto kanë dalë protestë dhe këto që nga zëri i qytetarëve dhe që nga patriotët e mëdhej, ne që jemi qytetarë të tjerë të cilët nuk jemi pjesë e protestës dhe mendojmë që nuk kam arsye për protestuar në këtë lloj formati, sepse arsye për protestu ka, në këtë lloj formati që ka 1100 pikë pyetje, po ai sa adresa që e kanë furnizuar. Këto thonë që ti s'ke as drejt më. Ti s'duhet të flasësh, ti bëj kështu. Nuk ta tha njëri këtë. Unë nuk besoj që fryma në atë protestë, fryma qytetare në atë, të lutem mos më mbivendosë Kleva, se nuk dëgjojmë as unë as ti. Nëse flasim si për njëra tjetrës, se është bërë pak e vështirë për të folur sot. Unë jam shumë e sigurt. Sot është vështirë, vetëm ato kanë bërë të flasin. Jo. Zoti Basha, unë jam shumë e sigurt që as zonja e Kleva Mirko, as zoti Kume, as zoti Kthupi nuk ka dhënë sot një mesazh që ata që janë aty në protest janë mbi ata të cilët kanë zgjedhur për 1000 arsye të tyre mos me protestu sot apo i përgjatë tyre 15 ditëve. Dhe unë nuk dua absolutisht që të keq kuptohet apo të dalë një mesazh i tillë nga studioja ime. Unë dua që kushdo të respektojë çfarë do të forme. Kur unë bëj një analizë sigurie dhe kur unë mundohem shpjegoj se çfarë është lufta hibride dhe them më lërë ta shpjegoj dhe pastaj hajde të ndajmë elemente të kësaj lufte hibride. Gjendën e protesta apo nuk gjendën, nuk më lënë thotë ti disinformon ti bën ti s'ke drejt. Po pritur të shpjegoj çfarë është kjo pastaj hajde analizojmë. Nga gjithë elementet që përbëjnë një luftë hibride, po them 1 2 3 që mendoj që janë në protestë. Atëherë më kundërshton, po ti mos më kundërshton, kur unë shpjegoj diçka tjetër.
Sepse kjo është ideja vetëm, po foli dikush që s'mendon si ne këtë s'duhet ta lënë fare të plasi. Kjo është shtypje. Ne s'duhet ta rikthejmë edhe herë shtypjen se e kalon më të njëjtin. Kurse sot nuk ka shtypje. A patë mundësi të ezaurosh atë që kisha apo jo? Besoj që pjesërisht po. Në rregull. Zoti Basha,